Nderuar kolegë, e ndjej detyrim të bëj shpjegim për opinionin publik, për pjesëmarrjen tonë në seancë parlamentare, por dhe për qëndrimin që kemi ne në lidhje me të votimin kundër. Votimin kundër unë personalisht e bëra për këtë arsye. E para që ne shkojmë në Europë nuk mjaftojnë vetëm ca ligje nga pikpamja formale që ne i miratojmë në mënyrë të përshpejtuar me sasi shumë të madhe, edhe për të thënë drejtën fatkeqësisht edhe pa cilësi. Kolegët e komisionit ku unë bëj pjesë, që besoj që është ndër më të rëndësishmit e din këtë fakt. I kemi ngrenë ca probleme ligjore, edhe i kemi thonë aty. Problemi jonë është ky. Ne që të shkojmë në Europë, duhet kemi zgjedhje të lira. E që të kemi zgjedhje të lira, Partia Demokratike është në parlament për një arsye të vetme. Bëj reformën territoriale dhe reformën zgjedhore. Dhe fjala reformë kënd vështrimin tim, pavarësisht numrave të lishëm apo delegitimuar që ka njëra forcë, me forcën tjetër kërkon konsensus dhe dialog. Gjë që për fat keq po e tregon dita ditës që ky dialog nuk ekziston dhe ju po përdorni kartonin për ta deformuar këtë vullnet përbashkët të dy palëve. Kjo që reforma do përfundojë një anshme. Nga ana tjetër, unë jam parlament në mënyrë që i pjesa atyre që me përullësi i bindën urdhrave teprorit tyre, mos ta kthejnë shumë shpejt monarki, atë autokracinë legjitime që ne kemi thonë faktike, me institucione dhe me fakte, nëpërmjet kartonave shumë thjesht mund të kalohet si 1928-ën, kur mbeti zot e kalojnë monarki. Kjo në arsye që edhe qytetarët duhet ta dinë që edhe sikur me revolucion të merret pushteti, shumica për ju shtator do e shohin veten të ekspozuar ndaj rrezikut që kryetari ju i partisë mund të marrë masa ndaj jush, po qytetarët ta dinë që edhe sikur të ketë revolucion, prapse pa u bë këto dy instrumenta, reforma zgjedhore dhe territoriale, ne nuk mund të shkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne mund të shkojmë me i vagon me ligje, që po i miratojmë kuadrin e parafrimit, por ama absolutisht me këtë Përfundojeni ju lutem, me këtë kod që kemi zgjedhor dhe me këtë reformë territoriale që nuk përfaqësojnë shërbimin drejtim qytetarëve, ne nuk mund të kemi zgjedhje të lishme. Kushti numër 1 për Bashkimin Evropian. Ju faleminderit. Faleminderit. Ka kërkesë tjetër? Zoti Gjekmarkaj, zoti Agron Gjekmarkaj. Zoti kryetar, ne votojmë kundër sepse kjo mazhorancë shkel dinjitetin